Flini më pak se 6 orë gjumë natën, ja problemi që mund të keni. Një studim i ri ka treguar se rreziku i demencës, pra humbja e kujtesës, rritet me 30% nëse flini 6 orë ose më pak. Studimi botuar në revistën Nature Communication, kur morën pjesë 8.000 njerëz, përcaktoi se ata që flinin për 6 orë ose më pak në moshën 50-60 vjeçare kishin një rrezik më të lartë të demencës krahasuar me ato që flinin më shumë orë. Studimi gjithashtu tregoi se rritja e rrezikut të demencës ishte provuar nga faktorët sociodemografik, të sjelljes, gjithashtu edhe shëndetit mendor përfshirë depresionin. Gjumi është i rëndësishëm për funksionet normale të trurit dhe gjithashtu mendohet jetë i rëndësishëm për pastrimin e proteinave toksike që grumbullohen nga truri, citon studiuesja Tara Spear. Megjithatë, sipas saj, këto rezultate duhet të jenë gjithashtu të bazuara edhe në faktorë të tjerë, siç është edhe gjumi i drekës, citoi eksperti.